Njeriu I brit majmun. A është krijuar njeriu majmun sipas jush? Dëgjojeni këtë histori. Ky është projekti më I çmendur I historisë së njerëzimit që askush nuk flet, ose më mirë flasin pak dhe nuk tregohet e vërteta, por sot do t'ju tregoj disa ngjarje të pakundërshtueshme nga historia e vërtet që unë them që njeriu majmun është krijuar dhe prej kohësh. Dëgjojeni me kujdes dhe kush është rastisht, nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos dhe faleminderit për mbështetjen në Shqipe, kudo që t'jeni vetëm suksese. Në vitin 1926, një biolog I çmendur I quajtur Ilija Ivanov bëri një tentativë për të krijuar njeriun majmun. Si duhet ishte ky njeriu majmun? Duhet ishte një hibrid, pra duhet ishte mes majmunit dhe njeriut. Por pse vendosi ai që të bënte njeriun majmun? E thjesht, sepse sipas biologjisë ne kemi lindur nga majmuni dhe ai nuk donte të bënte gjë tjetër veç se të vërtetonte në mënyrë shkencore që nuk është kështu. Dhe ja arriti qëllimit dhe dëgjoni me kujdes. Ai kishte, sepse duhet të dini që nga kohrat antike që njeriu nuk duhet të shkel disa etika të jetës dhe opinioni publik botëror që në atë kohë nuk e lejonte. Dhe kështu që edhe vetë shteti sovjetik nuk e lejonte. Megjithatë, ata I dhan të drejtën që ai ta fillonte, madje më vonë I dhan edhe një buxhet financiar që nuk ishte aq shumë, por si sot për shembull $10,000 për ta ndihmuar që të mund të bënte projektin e tij. Kishte bërë disa ngjiza ai. Kishte shkuar në Afrikë, kishte bërë disa ngjizat mes kafshëve të ndryshme, por e kishte filluar fillimisht me një fjalë me disa minj. Pra miu dhe minj të arave. Dhe nëpërmjet këtyre ngjizave kuptoi që mund të bëhej një hibrid. Por nuk e dinte se deri ku mund të arrinim. Ai kishte parë, sepse shkoi dhe në Indi, kishte parë që edhe në Indi kishte ndodhur disa herë që disa njerëz lindin me qime, ose me bisht, ose në forma të tjera. Dhe kryesisht këto thuhen sikur të jenë probleme të gjenetikës, kryesisht. Por ai zbuloi diçka të tmerrshme, që shumë njerëz në Indi bënin marrëdhënie me kafshët dhe ai e kuptoi shkencërisht që marrëdhëniet me kafshët bëjnë që ti të lindësh ndryshe, pra kur lind një fëmijë lind ndryshe. Në fakt, tregohet që edhe në tërës shqiptare ka ndodhur disa herë, me një fjalë raste të tilla, të këtyre si mund të quhen hibridëve të llojit tjetër. Ka ndodhur dhe që në kohën e monizmit dhe ndoshta edhe më përpara. Madje I klasifikonin sikur këta të kishin ngjizje me djajt ose me djallin. Dhe çfarë bëri Ilija Ivanov? Ilija Ivanov I dhan një vend ku ai mund të bënte këto testet laboratorike. Dhe ai vazhdoi që të bënte në vitin 1927, filloi që të bënte testet e para. Çfarë bëri ai? Ai mori disa majmun shimpanze, I mori këta majmunët që ishin gra, majmun gra femra, që të bënte një ngjizje artificiale, normal, me spermatozoide të meshkujve. Dhe provoi, por ishte pamundur, nuk bini shtatzan. Me një fjalë, ato shimpanze nuk bini shtatzan. Dhe ai mendoi diçka tjetër. Tha, atëre më mirë, po I bëj të kundërtën, që të jenë meshkujt, pra meshkujt shimpanze që të vënë të mbeten me barë vajzat, gratë njerëzore. Dhe bëri një kërkesë të madhe të gjerë, me fjalë njerëzi që mund të kishte disa vullnetar, dhe gjeti një vullnetare. Dhe mendohet që ai nuk, nëse kjo vullnetarja I dha të drejtën e tjerë, që të mbete shtatzan me spermatozoidet e shimpanzes, ai si përfundim nuk e arriti qëllimin sipas historisë që na është mësuar. Por tregohet që një gjë e tillë u bë, pra lindi njeriu majmun, hibrid majmun, të paktën kështu thuhet, këto janë teori konspirative, sepse nuk ka gjë të vërtetuar, dhe si përfundim ata u detyruan që ta vrisnin brenda një pak kohë të shkurtër. Pse kjo? Sepse kishte një forcë marramendse për 10 njerëz, por për më tepër kishte një zgjuarsi shumë më të madhe se sa ajo e njeriut. Ndose ju duket paradoksale. Dhe do t'ju them, tregohet që të njëjtën gjë e kanë bërë në Amerikë, në Florida.
në viti 1920 dhe ai mori të drejtën ose mori iden pikërisht pra të këtij laboratorit që u bër aty. Në Orange Park është bërë ky dhe e kanë quajtur Men Chimpanzee, kështu është quajtur projekti dhe tregohet që lindi. Ata thonë që e bën nëpërmjet në ngjisa laboratorike, pra nuk u bë me lidhje seksuale si mund të quhen, por u bë me ngjizje laboratorike. Por tregohet që ndodhi, pra u lindi një shimpanze hibrid. Pra ishte mashkull, të paktën kështu thuhet, mes majmunit, pra mes shimpanzes dhe njeriut. Bile kanë gjeni dhe foto të këtyre eksperimenteve online dhe të këtij eksperimenti, nuk po ju tregoj marrëzira, ku tregohet, paktën kështu thuhet, që ai shimpanze ishte tejet i fort, e kishin modifikuar genetikisht që të ishte jo vetëm i fort fizikisht, por edhe në mënyrë psikologjike. Dhe pas një farë kohe, mendohet që kaluan vite dhe pastaj e vran, u detyruan që ta vrisnin edhe këtë, sepse kishte disa tregojnë që kishte disa komportamenti, disa marrëdhënie me njerëzit shumë të çuditshme. Pra ai urrente njerëzit sepse kishte kuptuar që njerëzit po bënin teste me të dhe ishte acarruar, pra që në fillim dhe që nuk e trajtonin ashtu siç dhe njerëzit e tjerë. Pra ishte bërë i ndërgjegjshëm 100%, të paktën kështu thuhet. Dhe mund të krijonte probleme të mëdha sa mund të vriste edhe njerëz sepse ishte bërë agresiv. Kjo pra janë dy historitë e para, por do t'ju them të fundit. Tregohet që në vitin 2018 është bërë një eksperiment vetëm në laborator si gjithmonë, por jo me kafshët, por në laborator me qeliza. Dhe qeliza staminale, 34 qeliza staminale dhe 135 spermatozoide, mos gaboj, vendosën që të bënin një eksperiment në kin. Dhe tregohet që njeriu majmun më në fund u realizua, pra hibrid 100% në kin. Askush nuk e thot publikisht, por më thoni diçka ju. Në një epokë të tillë, pra që kanë bërë një eksperimente pafund, ju mendoni se nuk është bërë një eksperiment i tillë për të bërë një majmun hibrid ose të jetë gjysmë njeri, gjysmë majmun? Unë mendoj se po. Bile do t'ju them, do t'ju surprizoj. Unë jam i bindur që janë bërë eksperimente të tjera që ka lindur njerëz të tjerë, pra njerëz ose mes njerëzve dhe një specieve të pa kuptueshme nga njeriu. Pikërisht pra sepse mendohet që janë bërë disa eksperimente, janë teori konspirative këto që po ju them, por unë jam i bindur sepse tregohet, disa tregojnë në ato kontaktet që kanë me këto speciet që quhen alien, në disa raste kanë parë disa forma të tjera jete që i ngjasojnë njeriut, por nuk janë njerëz, ose që i ngjasojnë aliene, por nuk janë alien, sepse nuk kanë atë forcë mendore, nuk kanë atë forcë fizike, por janë hibridët që kemi parë edhe para disa viteve që kemi bërë një emision për këtë, që kanë bërë edhe një eksperiment tjetër në Japoni, dhe thuhet që hibridët kanë kohë që i kanë krijuar. Ju çfarë mendimi keni? Mundet që me teknologjinë që kemi sot ne të mund të kemi krijuar hibrid që ne të jenë tamam si njeriu, pra ose mes njeriut dhe diçka tjetër që e tejkalon qoftë perceptimin apo forcën e njeriut. Këto që ju thash tani janë fakte, të paktën ato që qarkullojnë, të disa hibridëve të krijuar që nga vitet 1920. Dhe unë nuk mendoj që sot jemi kaq të mirë sa që nuk mund të bëjmë eksperimente të tilla. Megjithatë pres komentet tuaja. Hajde, kalofshi bukur, natën e mirë. Ju falemderit Shqipe për herë që jemi këtu bashkë, dëshiroj gjithmonë që të ftoni miqtë tuaj, nëse është e mundur, të shkruen, me fjalë të lidhen me këtë faqe, nuk i kushton askujt asgjë, sepse sa më shumë jemi, aq më shumë informohemi dhe aq më të ditur bëhemi. Dhe ju falemderit nga zemra që jemi për herë bashkë, sinqerisht. Falemderit për mbështetjen. Shpërndajeni këtë video edhe në faqet tuaja në portale të tjera, nuk ju kushton asgjë, sepse kështu informohemi. Kalofshi bukur.